Braktisja e mëkateve është aq e rëndësishme sa që dietarët e konsiderojnë si shumë më me vlerë dhe si diçka shumë më të shpërblyer tek Allahu se sa veprimi i sevapeve. Disa dietarë thonë, të braktisësh një mëkat është më me vlerë tek Allahu se sa të veprosh 1000 sevape. Është aq e rëndësishme sa që një dietar islam thot, ma ubbida al-aabiduna bi shay'in afdala min tarki al-ma'asi. Pra, nuk janë robëruar njerëzit ndaj Allahut. Pra, nuk e kanë adhuruar Allahun me diçka më të mirë se sa me braktisjen e mëkateve. Ai që ka fuqinë për ta braktisur një mëkat, ai realisht ja ka dëshmuar Allahut se është besimtar i sinqert. Është sfidë, por kur e kemi parasysh se në raport me kë mëkatojmë, kur e kemi parasysh se çfarë humbim kur mëkatojmë, atëherë njeriu e ka të lehtë ta veprojë një gjë të tillë. Sepse jeta e kësaj bote, përkundër faktit që karakterizohet edhe me natyrshmërinë e mëkatimit dhe të gabimit, kjo neve nuk na jep të drejtë që të përfundojmë si mëkatar, të papenduar. Nga se të gjitha predispozitat i kemi që të jemi të shpëtuar.